Perëndis, kemi filluar të periudhë të bekuar të Kreshmës dhe me të vërtetë është një ristartim shpirtëror. Duke filluar me Kreshmën, me përmbajtjen qoftë edhe nga ushqimet, edhe kjo është e nevojshme. Shpeshherë gjatë udhëtimit të vitit harrohemi në përditshmërinë, qoftë edhe me të ngrënën mund ta teprojmë, por gjithashtu edhe me neglizhencën tonë në angazhime të përditshme. Kur vjen periudha e Kreshmës, është një thirrje dhe një këmbën për të gjithë ne që të rishikojmë veten edhe të ristartojmë edhe një herë përpjekjen tonë shpirtërore. Dhe sigurisht bashkë me Kreshmën është edhe lutja. Të dyja shkojnë së bashku, sepse në qoftë se vetëm kreshmojmë, por nuk kreshmojmë nga fjalët e liga, nga lakmit, nga mëkatet dhe nuk lutemi, atëherë Kreshma mbetet vetëm thjesht një dietë. Për këtë arsye, kisha ka vendosur që gjatë këtyre javëve të Kreshmës të fuqizohet lutja jonë edhe besimi ynë nëpërmjet ndihmës edhe shembullit të hylindësës, e cila është ndërmjetësuese përpara Zotit. Është nëna e Perëndis, ka një hir shumë të madh si nëna e Zotit, dhe patjetër të gjithë ne marrim kurajo, ngushëllohemi po edhe gëzohemi kur shijojmë hirin e saj. Sa herë që psalim këto tropare shumë të bukura të himneve akatist, që mblidhemi çdo të premte, për të premte çdo të pesë të premte rresht, me të vërtetë e shijojmë bukurinë edhe të lutjes së bashku, por ndjejmë edhe hirin e hylindëses. Dhe sigurisht Zoti na bekon këtë përpjekjen tonë shpirtërore. Sa më tepër neve vazhdojmë të udhtim për në Golgota, atje ku Zoti do të kryqëzohet, aq më i madh bëhet edhe pritshmëria jonë, edhe përfitimi ynë shpirtëror, edhe emocionet tona, por edhe përfitimi me të vërtetë që vjen nga Zoti. Kështu që në këtë përpjekje të mos harrojmë të shtojmë lutjen, të bëjmë çdo mundësi që të mos humbasim këto shërbesa të bukura, dhe Perëndia me hirin e ylindësës të na ndihmojë e të na drejtojë për ngjalljen e Zotit Krisht. Amen.